sepse tepër shtrejt kur rrim mbi gjithë këtë energji që kemi. Shumë kemi kapacitet. Shumë para në import të energjisë elektrike, kur flajmë mbi krejt këtë energji, shumë kemi kapacitet. Kështu, do të mund të ishte motoja e Albin Kurtit nëse do të vazhdonte të ishte në opozit. Por, me ardhjen e tij në pushtet, gjithçka ndryshoi. Në kohën e qeverisjes së Albin Kurtit, importi i energjisë elektrike ka kaluar shifrat e importit të 20 viteve të pasluftës. Po, për vetëm 5 vite në qeverisjen e Kurtit, Kosova shpenzoi më shumë para për import të energjisë elektrike se sa kishte shpenzuar gjatë gjithë 20 viteve të pasluftës. Për më shumë se 2 dekada, nga viti 2000 deri në vitin 2020, Kosova importoi energji elektrike në vlerë. Pra, të mos harrojmë, po flasim për plot 20 vite. Ndërsa, nga viti 2021 deri në nëntor të vitit 2025, importi i energjisë elektrike ka arritur në 838.1 milion euro. Gazeta Infokos kishte raportuar për këto statistika, të cilat aso kohë kishte siguruar nga Korporata Energjetike e Kosovës, qysh në vitin 2022, për të vënë në pa rritjen e madhe që po shënonte importi i energjisë vit pas viti. Një rritje e cila siç duket jo vetëm që vazhdoi, por arriti për masa rekord. Për 5 vite të qeverisë Kurti, importi i energjisë në euro kalon shifrat e një periudhe 20 vjeçare, periudhë për të cilën vetë Kurti dikur ngrinte zërin vazhdimisht dhe akuzonte qeveritë e asaj kohe për dështim në sektorin energjetik. Por ne du ta synojmë uljen e energjisë elektrike. Sot, shifrat flasin vetë. Shifra më alarmante është ajo e 5 viteve të fundit. Me fjalë të tjera, 5 vitet e fundit Kosovës i kanë kushtuar më shumë se 2 dekada të tëra së bashku. Kjo po ndodh në një vend që vazhdon të ketë një nga rezervat më të mëdha të linjitit në Evropë dhe kur premtimet për pavarësi energjetike, investime strategjike dhe ulje të varësisë nga importi kanë qenë pjesë e pandashme e diskursit politik të pushtetit aktual. Pavarësisht premtimeve për reforma, investime dhe pavarësi energjetike, faktet tregojnë se Kosova po bëhet gjithnjë e më e varur nga importi. Ndërkohë, qytetarët kanë përballuar rritje të një pas njëshme të faturave të energjisë, ndërsa qindra miliona euro kanë vazhduar të dalin jashtë vendit për blerjen e rrymës. Pyetja që shtrohet sot është e thjeshtë. Si arriti Kosova që për vetëm 5 vite të shpenzoj për import të energjisë më shumë se sa kishte shpenzuar gjatë gjithë periudhës 2000-2020. Dhe një pyetje edhe më e rëndësishme, nëse kjo do të kishte ndodhur në një qeveri tjetër, a do të mjaftohej Albin Kurti opozitës vetëm me kritika, apo do të kërkonte përgjegjësi shtetërore?